Shqipëria luan sot në mbrëmje ndeshjen e dytë të kualifikuesave të Botrorit 2026 atë ndaj Andorrës, të cilën e pret në arenën kombëtare. Në stërvitjen e fundit të zhvilluar dje në stadiumin ku do të luhet takimi, të gjithë lojtarët ishin të gatshëm në pjesën e parë të seancës, përfshi këtu dhe kumbullën me Ismailin, ndërsa e dyshim të prezenca e tyre në fushë sot, ku mund të kursehen nga trajneri për shkak se nuk kanë kaluar ende problemet fizike, por dhe nga niveli i kundërshtarit. Pas rreth një ore përgatitje, seanca stërvitore u mbyll pas një problem. Trajneri Silvinho tha në konferencën e fundit për mediat se mund të ketë ndryshime në ekip, por la të kuptohet se këto nuk do të jenë të valura nga situata fizike e lojtarëve që luajtën titular ndaj Anglisë. Mateja i shtoi se nuk pritet të ketë shumë ndryshime, ndoshta 2-3 për takimin me Andorrën. Edhe pse me vetëm një seancë përpara këtij takimi, sepse ajo e zhvilluar në Londër ishte më shumë rekuperuese, Silvinho është treguar hermetik në lidhje me formacionin të cilin pritet ta ndajë vetëm ditën e sotme me lojtarët. Megjithatë, gazeta Panorama po jep një projekcion se si mund të jetë formacioni i Silvinhos për ndeshjen me Andorrën. Strakosha ka kaluar problemet e ndeshjes së fundit dhe do të jetë nga minuta e parë. Alternativat në mbrojtje nuk janë të shumta dhe trajneri pritet ju besoj sërish dyshes Gjimshiti Ajeti, ndërsa në krah Balliu dhe Aliji. Në mesfushë Slani mbetet i konfirmuar, ndërsa Ramadani është në balotazh me Ermeton Berishën. Laçi pritet të ulet në stol, ndërsa Bajrami mund të spostohet në qendër. Përpara ka një balotazh mes Brojës dhe Yasir Hasanit, ndërsa krahu i majt mund të luhet mes Muçit dhe Hoxhës. Kjo ndeshje mund të shohë titular Reimana, i cili nuk luajti as një minutë kur ndor Anglisë në Wembley.